Hej miq, përshëndetje. E di që gjithmonë kam dhënë receta për petullat nga më të ndryshmet, por një ndërtoj kam sjell sot që dalin pambuk të buta. Provojeni dhe do më kujtoni. Atëherë nisim nga receta. Si fillim duhet një kokërvez. Do shtojmë një lugë gjelle sheqer, jo plot, edhe një lugë çaj me krip, edhe këtë jo plot. Do t'i trazojmë së bashku derisa masa të bëhet homogjene. Dhe më pas do shtojmë një gotë kos, gjysmë gotë e ujë, do i trazojmë përsëri mirë. Dhe tani më e rëndësishmja është vaji i ullirit. Sa më cilësor, aq më të mira dalin. Atëherë unë kam përdorur vajin e ullirit Darcia, është shumë i mirë dhe i ëmbël, madje ju sugjeroj edhe madje do ta bëj tag poshtë që ta keni dhe për çdo pyetje që do keni në lidhje me vajin, kontaktoni direkt faqen. Më pas kam shtuar miell korça, siç edhe ju kam thënë edhe disa ditë më përpara që miellin po e përdor për ëmbëlsirat, për bukën, për ta testuar dhe sa i mirë do dali që t'ua sugjeroj, edhe vërtet kanë dalë fantastike. Më pas kam shtuar edhe një lugë çaj me sodë buke, i kam punuar mirë të gjitha, derisa masa është mbledhur e gjitha dhe nuk ngjit në duar, edhe kam lënë brumin që të pushoj rreth 10 deri në 15 minuta ose varet në varësi të kohës që ju keni. Pasi ka pushuar, i japin formën që dëshironi. Unë i kam bërë në formën e donuts me atë brimën në mes, por ju i bëni sipas dëshirës tuaj, si t'ju vi për më mbar. Petullat do t'i skuqim në vaj të nxehtë për pak minuta nga të dyja anët, edhe më pas i lini të ftohet dhe i konsumoni me çfarë ju të keni dëshirë. Ndaç me djathtë, ndaç me të ëmbla, ndaç me mjalë, si t'ju doje bardhë zemrës. Faleminderit që më ndiqni.